Kongresi Amerikan ka kërkuar zyrtarisht që Prokuroria e Përgjithshme e Shtetet Bashkuara, Pam Bondit, paraqitet brenda 30 ditëve për një depozit formale lidhur me trajtimin e dokumenteve dhe hetimeve që lidhen me financierin e ndjer Jeffrey Epstein. Vendimi është marrë nga Kongresi mbikëqyrës së Dhomës Përfaqësuesve, ku sipas disa mediave amerikane, Republikanët dhe Demokratët kanë bashkuar vota duke kërkuar që Bondi të jap shpjegime për mënyrën se si Departamenti i Drejtësisë ka trajtuar materialet që lidhen me çështjen e Epstein. Ligjvënësit kërkojnë sqarime veçanërisht për fshehjen e mundshme të dokumenteve, redaktimin dhe editimin e materialeve dhe mosndjekjen e disa pistave hetimore që lidhen me rrjetin e dyshuar të trafikimit seksual Epstein. Sipas burimeve nga Kongresi, hetimi synon të zbardhë nëse ka pasur ndërhyrje politike apo institucionale për të kufizuar publikimin e materialeve që mund të përfshin figura të fuqishme politike, financiare apo të biznesit. Në kuadër të këtij hetimi, Komiteti Mbikëqyrës ka kërkuar gjithashtu që sekretari amerikan e tregtisë, Howard Lutnick, të paraqitet për depozit brenda 10 ditëve për të dhënë shpjegime në lidhje të mundshme financiare ose institucionale që lidhen me çështjen.